Të nderuar bashkëkombës. Historia kulturore e Republikës së Maqedonisë së Veriut na kujton shumë data, ngjarje e momente kyçe të historisë, të cilat në çdo përvjetor na kujtojnë rrugën iluminizuese të etnisë sonë. Këto data i bëjnë një nder vizionit të burrave të urtë të kombit e përpjekjeve të tyre për të ripërtrirë historinë në rrugën e unifikimit e prosperitetit shpirtëror. Padyshim, Kongresi i Manastirit konsiderohet si një nga ngjarjet më të rëndësishme dhe më të njohura për popullin shqiptar. Mbledhjet, diskutimet dhe vendimet e tij janë mesazh frymëzues shpirtëror që rilindësit tanë të gjitha trembave i dhanë popullit e brezave të ardhshme unifikimin dhe standardizimin e alfabetit shqip. Rëndësia e tij largpamësi parapriu përpjekjeve shtetformuese, zhvillimit e lëvrimit të letërsisë sonë kombëtare, vetdijen kulturore dhe asaj kolektive. Gjuha shqipe, si një nga gjuhët më të vjetra në Ballkan, është jo vetëm një pasuri e gjuhëve indo-evropiane, që shquhet për një origjinalitet thellësisht të spikatur, por ajo së pari është pasuri e një populli që e don lirinë e mëshiron vlerat të shquara qytetare bashkëjetese. Me këtë rast, duhet të përgëzoj anëtarët e bashkësisë etnike shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut për përkushtimin dhe përmbushjen e misionit fisnik, duke mbajtur të gjallë kujtimin e këtyre ngjarjeve, ruajtjen e këtyre traditave tek brezi i ri. Duke kujtuar rrënjët, ne rrisim të ardhmen e shëndetshme të etnisë sonë. Mirënjohje dhe respekt për përfaqësuesit e Kongresit të Manastirit që e bëjnë qytetin tonë të nderuar në rrugën e ndritur të historisë.